Këtë vit, A$AP Rocky veç po fiton. Hello, I'm handsome. Ju vetëm që fitoj çështjen gjyqësore, por në shkurt të vitit 2025, ai e mori edhe çmimin e inovatorit kulturor të vitit në British Fashion Awards. E pas 2 fitoreve radhaze, A$AP e mori pozitën si drejtori i parë kreativ në Ray-Ban. Dhe jo vetëm, ai po ashtu e emërua si drejtori kreativ në bashkëpunim me Puma dhe Formula 1 gjatë vitit të kaluar, ku tha se donte të shake the room. E lista e tij e sukseseve nuk mbaron këtu. Këtë vit, Met Gala e emëroi si co-chair duke I dhënë përfundimisht fronin e modës. This whole dandyism theme, especially with the Met Gala and everything, I think it's just like all perfect timing. Stili, veçantia dhe aftësitë e tij për me kombinu elegancën me rrugën, tashmë po konsiderohen si epokë e re në modën urbane. E kush tjetër, përveç Anna Wintour, mund ta konfirmonte këtë. Tregomni në komente se çfarë vibe do të sjell A$AP Rocky në Met Gala këtë vit. E për më shumë video si kjo, subscribe në Radio Urban FM 103.5 në YouTube.